Aktoria që për dekada mishroi forcën, hijeshin dhe pushtetin në ekran, sot bën një rrëfim që ka prekur mira njerëz. Nebahat Çere, ikona e kinemaz dhe televizionit turk e njohur si mbretëresha e elegancës, ka zbuluar për herë të parë një frikë të thellë që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së saj. Me një karrierë që numëron plot 64 vite, Nebahat Çere ka pranuar publikisht se ka frikë nga vdekja, një frikë që nuk ka mundur kur ta mposhtë. Aktoria kujtoi me emocione të forta skenën e vdekjes së nënës Sultanesh, roli i saj legjendar në serialin Sulejmani i Madhërisëm, i transmetuar edhe në Kosovë, Shqipëri. Ajo u shpreh se nuk arriti as ta shihte skenën për shkak të peshës emocionale që kishte për të. Kam frikë nga vdekja, nuk mund ta mposhtë, nuk shkoj dot as në Vareza. Kjo është arsyeja pse nuk shkova as te nëna ime e ndjer për herë të fundit, u shpreh aktoria me sinqeritet të rrallë. Tashmë 81 vjeçare, Nebahat Çere tha se ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm për ta pranuar këtë realitet. Ajo ka nënshkruar testamentin e saj. Dua që çdo kush të jetë i qetë pasi unë të largohem. Doja që gjithçka të ishte e qartë, që të mos ketë ngatresa, tha ajo. Aktoria nuk dha detaje mbi përmbajtjen e testamentit, të cilin e ka shkruar para 10 vitesh, por sipas burimeve pranë saj pasuria është ndarë në mënyrë të barabartë mes të afërmve dhe asistentëve që kanë qenë pranë saj për shumë vite. Një rrëfim i ndjer njerëzor dhe prekës nga një grua që gjithë jetën e saj e kaloi në dritën e skenës, por që sot na kujton se edhe ikonat kanë frikë, ndjenja dhe plagë. Nëse të pëlqeu kjo histori, lëre një koment dhe mos harro të abonohesh për më shumë rrëfime ekskluzive nga bota e artit dhe showbizit.